Vazhdojmë me votimin e kandidatit të Rodhës, që është deputeti Nenad Rashiq, i cili përfaqëson komunitetin sërb në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj, ftoj deputetët me ngritje dore të deklarohen për deputetin në fjalë, i cili propozohet me short si kandidat për nënkryetar të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, ju njoftoj se me 71 vota për, 9 vota kundër dhe 24 abstenime, konstatoj se Kuvendi zgjodhi deputetin Nenad Rashiq nënkryetar të Kuvendit të Republikës Kosovës nga radhat e deputetëve të komunitetit sërb. Të nderuar kolegë, me zgjedhjen e nënkryetarit të 5 nga komuniteti sërb, konstatoj se Kuvendi është i konstituar dhe me këtë i mbylli punimet e seancës konstitutive të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Faleminderit e mirupafshim në seancat e radhës.